Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. بكمال ذاته ونور جماله
وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Lexojmë një apel, një thirrje, po krahas apelit edhe një sqarim të vogël për ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkruar nga alimi, nga ulemaja, nga dietari islam i trojeve tona, Sherif Haxhi Sherif Ahmeti. Do të kemi një grinë durim për një lexim dhe një apel për këtë ditë, më të shtore për këtë ditë, më të vërtet më rëndësi islam. Allahu i madhruar është ai i cili mëshiron, e mëshira e tij është aq e pakufishme sa që përfshin secilin send dhe atë që ajo e përfshin e shpëton e bën të lumtur dhe si rezultat përfshirjes së mëshirës së tij është shpërblimi me xhenet. Dërgimi i pejgamberëve në pasnitjen e tij mendore e jo edhe me programin hyjnor e shpirtëror, ai gjatë jetës do të jetë i mangët. Realiteti praktik na dokumenton se njeriu bëri hapa të mëdhenj të përparimit mendor e shkencor, saqë arriti të tepërtoj edhe në yje. Mirëpo kur programin hyjnor e la pas dore dhe ngeli prapa në fushën e edukimit shpirtëror, edhe mbeti pa ndjenjen e ndërgjegjes, atëherë nga krimet e tij u turpruan edhe egërsirat dhe iken e u strehuan në shpellat e tyre prej të merrit të krimeve të asaj qenje me mend, por pa shpirt. Nuk ka dyshim se njeriu me qëllim të caktuar është përgatitur me mendje dhe me fuqi ashtu që të jetë i aftë të zbulojë begatitë të mëdha në thellësitë e tokës dhe të depërtojë në hapësirë të qiellit e të zbulojë njohuri të reja në mënyrë që të krijojë veti jetë të mirë, kulturë e qytetërim. Mirëpo, atë fuqinë të tij mendore do ta orientojë në të mirë dhe në dobi të jetës së tij vetëm programi hyjnor i ardhur prej Zotit nëpërmjet pejgamberëve dhe se vetëm atëherë është i sigurt se ai do të di të udhëheqë veten, fuqinë e vet mendore dhe do të vazhdojë rrugën e përsosmërisë deri në atë shkallë saqë të ketë të drejtë të gëzojë shijen e mëshirës së përmendur. Mendja, por së bashku me programin hyjnor, janë dy krah me ndimin e të cilëve njeriu arrin të ngritet në nivelin e krijesave më të larta. E nëse nuk funksionojnë për një herë të dy krah, atëherë për fatkeqësinë e njeriu duhet menduar si për fatkeqësinë e një shpendi në ajër, i cili e ka humbur një krah. A mund të tuturojë? Çashtu më vetë. Njeriu mund të. Dhe kështu mëshira dhe momenti i Zotit ishte të shpallë kujdesin e fundit, ta zbresë Kur'anin, program të mrekulluar, udhëzim të lartë dhe të përsosur për të udhëzuar dhe për të orientuar të gjithë njerëzit e botës. Për këtë detyrë të madhe e zgjodhi jetimin e lindur në Mekë, e zgjodhi atë zemër të madhe, e cila do ta përkthejë në praktik domethënien e kujdesës së Zotit, domethënien e Kuranit, e zgjodhi pra Muhamedit, birin e Abdullahut, e zgjodhi pishtarët e dritës së Islamit, të fesë, së paqes dhe të mëshirës. Prandaj edhe kurorëzimin e tij me gradën pejgamber dhe dërgimin e tij të njerëzit e quajti mëshirë për botën. Dhe ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Në të vërtetë Muhamedi me lindje dhe me gjuhë arab, por me detyrën shpallën me Kur'anin të cilin ja besoi Zoti si mrekulli të përheqshme, të pakufizuar për një popull, kohë, Muhamedi është fenomen botror, po ashtu sikurse edhe Kur'ani çon dukuri me përmbajtje botrore. Andaj për Muhamedit mund të thuhet se ishte si dielli, rrezë dhe nxehtësia të cilit nuk është pronë askujt dhe nuk i takon asnjë lloji të caktuar, por prej dritës së tij ka dobi dhe ushqim e tërë jeta. Zoti
Xheleshanu e ka ditur se me kalimin e kohës do të zhduket distanca në mes njerëzve dhe në mes vendeve. Gjëra që edhe ne tash jemi të shmitar, pse një ngjarje ose një dukuri kudo në skajt e botës prezantohet dhe përjetohet në tërë botën brenda një kohe shumë të shkurtër. Atëherë, është e logjikshme që edhe mësimet e Kuranit, edhe traditat e Muhamedit të jenë të përgatitura dhe të dedikuara për mbar botën. Në anën tjetër, këtë fe dhe parimet e saj, Zoti i quajti të natyrshme, që do të thotë se feja islame i përshtatet natyrës së njeriut, pra është natyrë e lindur e tij. E natyra e njerëzve në përgjithësi është e njëjtë, e pandryshueshme, nuk ka natyrë të qeshjes ose të çajtjes se këtij apo të atij populli, por është dukuri e njëjtë të gjithë popujt. Atëherë, edhe feja islame është natyrë e mishruar në shpirtin e çdo njeriu, pa marrë parasysh se cilit popull apo cilit vend i takon. Edhe nga kjo pikpamje dokumentohet renomeja botërore e fesë dhe e pejgamberit të saj. Shembulltyra e personalitetit të dërguarit islam është shembull i përjetshëm dhe i përtëritur gjatë të gjitha gjeneratave. E këtë e dokumenton fakti se ummeti i tij nuk e harroi kur shembulltyrën dhe traditën e pejgamberit e vet. Përndryshe, prej ka ai i riu i matur, i edukuar në rrugë të drejtë, ai dietar që vepron sipas asaj që e di, ai namazliu i sinqert, ai tregtari besnik, ai gjykatësi i drejtë, ai shoku i besueshëm, ai pasaniku bujar, ai i varfri i qëndrueshëm dhe shumë të tjerë, nëpërmjet të cilëve duken qartë traditat e pejgamberit, mësimet e fesë islame, të cilat e kanë burimin në Kur'an. Muslimanët e botës, ashtu edhe këta të treve son, organizojnë manifestime për të përkujtuar edhe me shumë ardhin e pejgamberit e vet, edhe pse ai nuk është harruar asnjëherë në asnjë moment. Në këto manifestime, ulemaja duhet shfrytzuar rastin dhe duhet orientuar popullin me qëllimin final të festimit, e ai qëllim është përkujtim i lindjes së dritës së thirrjes islame, përkujtim i të gjitha të mirave të cilat i asolli botës mësimi islam, e posaçërisht ummetit i cili u përgjigj thirrjes. Nuk është për qëllim shenjtaria e Muhamedit Rebi, nuk është e Muhit Rebi, nuk është për qëllim as foshnja, prandaj festimin duhet ta përshkojmë fryma e njohjes së thirrjes islame. Për një si festimi nuk ka pengesë. Aq më tepër duhet bërë kur në mesin e besimtarëve tanë kanë hyrë festimet edhe tjera të ndryshme, të cilat me mendime e ide të shëmtuara kanë trazuar mendjet e rinisë. Andaj detyrë e ulemave është që të kthjellojnë dhe të pastrojnë kuptimet e vërteta nga ato të gabura. Dekorimet, zbukurimet e xhamive dhe të shtëpive për hir të këtij përkujtimi, madje edhe ndonjë dhuratë për fëmijë është e dobishme, nga se ndërta zgjohet dëshira, kurreshtja, dashuria ndaj pejgamberit, e në anën tjetër lidhja e zbukurimeve me ardhjen e atij që e zbukuroi botën është e arsyeshme. Pak ndoshta keni humbur durimin, por me të vërtet është një këshill, është një apel, është një porosi ndaj ummetit, ndaj ulemave për të rit që kemi borç edukimin fetar. Tash, para se të fillojmë me vludin, e kam pa të udhës një 7 vjersha të nxjerruna të shtatat prej diturisë islame, prej revistës mujore, gazetës mujore fetare, e që kështu ulëm, do t'i recitojmë, dhe mbas kësaj do të fillojmë me vludin. Vjersha e parë mban titullin Shartet e imanit dhe shartet e muslimanisë. Valdetja Çika Hysmenit, Valdet e Gashi. Shartet e imanit. Zotit iman me i prum, 6 shartet janë. Gjithë muslimanët për me ditë